Organizata alternative studentore e përbërë nga studentë të Universitetit Luiq Gorakuqi janë përgjigjur sërish nevojës së Spitalit Rajonal të Shkodrës për dhuruar gjak. Në një prej sallave të Universitetit të Shkodrës u improvizua këndi dhurimi të gjakut, ndërsa organizatorët treguan edhe nevojën që ka ky spital për sa më shumë dhurues. Unë jam pjesë e organizatës Alternativa Studentore, ku kemi marrë këtë nisëm sepse është një gjë shumë humane, ku merret për Spitalin e Shkodrës. Edhe e di, duken se jam edhe infermiere, pra jam studente infermierisë vitit të tretë, e ndjej si nevojë edhe rëndësinë që ka. Ka shumë persona që kanë ardhur nga rrethet, nga Puka, nga Kelmendi, nga Dukagjini e tjerë, po ashtu edhe nga qyteti, nuk janë vetëm studentë, janë edhe punonjës. Kjo seancë është organizuar në bashkëpunim me operatorin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, bashkëpunim me njësinë vendore të kujdesit shëndetësor, po ashtu me Spitalin Rajonal Shkodër, me Universitetin Luiq Gorakuqi dhe me mbështetjen e Fakultetit Ekonomik. Sa kaq edhe studentët ndjehen më të vlefshëm për shoqërinë me këtë dhurim gjaku dhe apelojnë bashkë me moshëtarët e tyre që dhurojnë për të shpëtuar sa më shumë jetë. E raport që dhuroj gjak, nuk kam ndonjë frikë ose ndonjë emocion, nuk është me pas frikë në fakt, por është mirë që me dhuru gjak për një person që se njeh, edhe shton një jetë. Është hera e parë që bëj këtë në Shkodër. Edhe desha me dhuru për gjithë ata që kanë nevojë, për në Shkodër e për në gjithë Shqipëri, jem shumë mirë. Kjo nisëm e organizatës alternative studentore u bë në bashkëpunim me njësinë vendore të shëndetit publik dhe Universitetin e Shkodrës Luiq Gorakuqi, ndërsa gjak dhuruan jo vetëm student, por dhe të rinj qytetarë të ndryshëm nga rrethi i Shkodrës.